Kisha dashur të flas për gjëra që na duan vërtet, për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, për dy zona të reja industriale në Tiranë e në çdo cep të Kosovës, për ujin, për liçenet akumuluese që duhet t'i ndërtojmë pa vonesë, për liçenin e dragaçinës në Suarek, për ambientin, rezervatet biosferike, për impiantet e pastrimit të ujit, për prizrenin të qytet historik, për trashëgimin ton kulturore, për tumat ilire, për artefaktet e Isarit, të Rështanit e të Marademës në Prizren, që dëshmojnë civilizimin më të lashtë, jo vetëm në Gadishlën ilirik, por si të flasim për këto tema vërtet të nevojshme, kur rezultatet e kësaj qeverie janë pothuajse zero. Brenda një viti, sa par zgjedhje kemi mbajtur, dhe prap me 7 qershor jemi në zgjedhje. Mbi një vit jemi me qeveri në detyrë. Jemi me ushtrues detyre të presidentit dhe me 4 tetor, kur kalon afati kushtetues, rrezikojmë të mbesim pa president dhe pa ushtrues detyre. Pas 4 tetorit, Kosova hyn në fazën më kritike kushtetuese të historisë së saj. Ky është një kaos, është një turbulencë e plot e funksionimit të shtetit. Kam qenë në politikë mjaftueshëm sa për të kuptuar që ky është një projekcion i paramenduar i Albin Kurtit, zyrave të tij dhe ambienteve vendimarrëse jashtë Kosovës, që veç ai di, unë do të bëj përpjekje me tërë potencialin tim që të mos vim në situata të tilla. Ju mundeni, ne mundemi së bashku, me 7 qershor e kemi këtë mundësi.